Janë vendasit ata që para 6 vitesh nisën organizimin e panairit Expo Trieshi, po ata që çdo vit kujdesen të realizojnë sa më gjithëpërfshirës dhe me ndikim. Suksesi në kësaj vazhdimësi e theksoi para të pranishmëve edhe njëri nga organizatorët, Kol Lucaj. Na gëzon fakti se nga vitin e vit edhe interesimi për pjesëmarrjen në këtë panair rritet çdo herë. Prandaj edhe jemi me të lumtur dhe vazhdojmë të punojmë edhe më shumë. Panairi edhe këtë vit u mbështet nga Komuna e Tuzit, Sekretariati për Bujqësi, organizata turistike, shoqatat adhetare në SBA dhe donatorë të tjerë. Kryetari i Komunës Lindon Xhela i vuri në dukje këtë përkrahje dhe jo vetëm. Komuna e Tuzit përkrah këtë lloj panairesh, por jo vetëm panaire, por edhe të gjitha aktivitetet cilat mbahen në territorin e saj dhe punimet cilat zhvillohen, domethënë në Komunën e Tuzit, se këto aktivitete apo rrugë apo mundësi të reja që çdo qytetar të vinë të vizitojë. Prollimet bujqësore, tradita e gatimit vendas, arti dhe kultura u dëshmuan në çdo stend dhe cep të panairit. Çdo vit marr pjesë, arsyeja se marr pjesë është se është një gjë e bukur, kem prunë rrush dhe disa piktura të mia që i kom ekspozua edhe një embelësirë. Ndihem shumë krenare që ta veshi veshën tonë kombëtare çdo herë që të ke mundësinë dhe ta promovoj atë. Është hera e tretë që marr pjesë në këtë panair, domethënë çdo herë jam e kënaqur, si më të marr pjesë me, domethënë vjetëve më parë me Amëlsina, si më të kam edhe pite klinit. Tonë këto janë prodhim Trieshi. To më nis pej laknet, kërtollet, Fermana i thonë Manafera, jo ati thonë Murriz, ati i qoj thonë Kokër, Kulbni, ati janë Molla Tegra, Kaça, Dardha Tegra, Rushi Amerikan, tona janë lajthinja, tona janë vendit. Si ka qenë ky vit për prollimin e patates? Ky vit për prollimin e patates besa shumë i lodhur. S'ka pas, shi s'ka ra, janë mu, edhe janë gjerë dhe s'ka ra shi. Edhe pse të gjitha produktet ushqimore tregonin freski, vlen të veçohet zirja e rakis drejt për drejt në panair. Sot po bëjmë pjekjen e rakis ose zjemjen e rakis, varet se si kush e përdor, prej vendit dikush pjekje, dikush zjemja, tha drejt për drejt këtu e kem leza, ashtu më ra rakia, bela për një 40 minuta, jo po bjen rakia e re me e provua. Rushi është rush autokton i Malësisë. Shoqëria kulturore Besa solli sërish hijeshin e vallës dhe veshjeve kombëtare. Programi vijoi me jetën e ushqim për të gjithë.